Në seminarin ndërdiocezan Nana Këshillit e Mirë në Shkodër është zhvilluar takimi Dita e Miqët e seminarit, seminaristë dhe ish seminarist bashkohen në vendin ku edukohet dhe formohet thirrja për meshtari. Seminari konsiderohet si zemra e Kishës Katolike, ndaj takimit të tilla marrin një rëndësi të veçantë. Kjo quhet Dita e Miqëve të seminarit. Seminari është vendi i formimit të meshtarëve. Do të thotë njëri që ndjen një thirrje, vjen këtu dhe pikërisht për ta studiuar dhe për të panë se ajo thirrje është me vërtet thirrje sot apo thjesht është një thirrje momentale. Prandaj edhe ekipi formativ që ashtu bën lot rolin e një mësuesi të shpirtit, por edhe një mësuesi të jetës së përditshme. Dhe seminari ka këtë qëllim. Edhe në fakt seminari është konferencë vezhore shqiptare. Është i vetmi për gjithë shqiptarët që janë që flasin gjuhën shqipe dhe prandaj ka një rëndësi të veçantë. Dita e Miqëve të seminarit lind si pasojë e provave që ishin më parashëm, domethënë mas viteve 97, e provët vendosen caktuan që me rolin e besimtarëve, rolin e patjetërsueshëm të besimtarëve, të rëndësishëm që kanë në edukimin e një thirrje apo në zbulimin e një thirrje, atë caktuan si një datë veçantë që Dita e Miqëve të seminarit, dhe që nga ajo kohë ne vazhdojmë ta mbajmë të gjallë këtë aktivitet. Në fakt më pas do ta shihni edhe të gjithë ato njerëz që janë miq të këtij seminari vinë dhe ne bashkë ndajmë një moment gëzimi së bashku në cilën i njohim dhe na njohin. Dhe brenda së cilës janë disa seminaristë që bajnë dëshminë e tyre të thirrjes. Është e bukur që sot kremtohet, bashkohem këtu me gjithë miqtë e seminarit. Kjo thotë që një thirrje nuk lind në një kontekst abstrakt. Një thirrje lind në një familje, një thirrje lind në një bashkësi, në një komunitet. Një thirrje lind në kishë. E sigurisht ju që jeni të pranishëm si miqtë, tregoni që është diçka që ju përket juve. E jo vetëm se ju si kishë, si familje, e keni dhuruar një thirrje, një djalë kishës, por edhe jeni të thirrur të shoqërojnë thirrjen, sepse formimi është diçka që na përket të gjithë. Sigurisht është ekip formues që janë të përgatitur, të përshtatshëm për këtë punë, por është diçka që të gjithë ne do të ndihem një përgjegjësi. Gjatë takimit u shfaqën edhe fragmente dokumentarësh nga aktivitetet ndër vitet e seminarit ndërdiocezan Nana Këshillit e Mirë.